Kosova është përballur me një numër në rritje të sulmeve kibernetike ndaj institucioneve të saj publike gjatë viteve të fundit. Disa prej këtyre sulmeve dyshohet se janë kryer nga grupe hakerash pro-rus, të cilët synojnë të destabilizojnë sistemet shtetërore dhe të ndikojnë në besimin e qytetarëve ndaj institucioneve. Një nga sulmet më të fundit u raportua më nënshkurt gjatë natës së zgjedhjeve parlamentare, duke prekur platformën publike të rezultateve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Megjithatë, as KSZ-ja, as Ministria e Brendshme dhe as Prokuroria e Shtetit nuk dhanë detaje të mëtejshme mbi këtë incident. Rritja e kërcënimeve kibernetike. Sulmet kibernetike nuk kanë arsye as individuale, as bankat dhe as faqet zyrtare të institucioneve të Kosovës. Rastet më të rënda u shënuan në vitin 2018 dhe vitin 2024, ku sulmet u morën përsipër nga grupe hakerash si Server Killers, Digital Revolt dhe Matryoshka 44. Në disa raste, këto grupe kanë përdorur kanalet në Telegram për të marrë përgjegjësinë për sulmet dhe për të publikuar paralajmërimet për Kosovën. Eksperti i sigurisë kibernetike Blair Tonabazi thotë se identifikimi dhe kapja e këtyre grupeve është e vështirë, pasi ato fshehin adresat e IP-s dhe përdorin rrjete të koduara për komunikim. Në disa raste, shërbimet e sigurisë mund t'i gjurmojnë përmes publikimit të tyre në rrjetet sociale, shtoi ai. Probleme teknike apo sulme të organizuara. Profesor Bleri Mrexha nga fusha e inxhinierisë kompjuterike thekson se në disa raste problemet me sistemet online nuk lidhen drejt për drejt me sulmet kibernetike, por me konfigurime jo adekuate të faqeve. Sipas tij, platformat e KSZ-s mund të kenë pasur nevojë për optimizim teknik, që do të parandalonte ndërprerjen e shërbimeve gjatë procesit zgjedhor. Nga ana tjetër, kompania Cactus, e cila kishte zhvilluar aplikacionin për përpunimin e rezultateve zgjedhore të KSZ-s, konfirmoi se faqja ishte shenjestere sulmeve të vazhdueshme gjatë natës së zgjedhjeve dhe ditën pasaj. Megjithatë, përgjegjësia për mbrojtjen e kësaj platforme i takon Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit, ASHI, që menaxhon infrastrukturën digjitale të Kosovës. Kush duhet ta mbrojë Kosovën nga sulmet kibernetike? Për momentin, siguria kibernetike në Kosovë është në duart e disa institucioneve: ASHI-s, Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, Njësisë për Krime Kibernetike në Policinë e Kosovës dhe Njësisë Kombëtare për Siguri Kibernetike. Megjithatë, sipas ligjit të ri për sigurinë kibernetike, Kosova pritet të themelojë një agjenci të posaçme për sigurinë kibernetike, e cila do të funksionojë brenda Ministrisë së Punëve të Brendshme. Ministria e Brendshme nuk ka dhënë ende një përgjigje lidhur me funksionalizimin e kësaj agjencie. Në dhjetor të vitit 2024 ishte hapur një konkurs për drejtuesin e saj, por ai u anulua për shkak të mos plotësimit të kritereve. A mjafton mbrojtja aktuale? Kodi penal i Kosovës e përcakton qartë hyrjen e paautorizuar në sistemet kompjuterike si vepër penale dhe sipas të dhënave zyrtare nga viti 2022, deri më tani janë regjistruar mbi 500 raste të tilla. Megjithatë, numri i sulmeve mund të jetë edhe më i madh, duke marrë parasysh rastet që nuk raportohen apo ato që mbeten të pazbuluara. Analisti i inteligjencës kibernetike Nedeleqo Mihajlov nga organizata CyberPi thotë se qëllimi kryesor i këtyre sulmeve është të destabilizojnë institucionet dhe të ulin besimin e qytetarëve në to. Sulmet e organizuara synojnë ndërprerjen e shërbimeve jetike, duke krijuar panik dhe pasiguri mes popullsisë, thekson ai. Duke marrë parasysh këto sfida, ekspertët e sigurisë theksojnë nevojën urgjente për investime në mbrojtjen kibernetike dhe forcimin e kapaciteteve të institucioneve të sigurisë. Kosova duhet të marrë masa të shpejta për të parandaluar sulme të ngjashme në të ardhmen dhe për të garantuar një infrastrukturë digjitale të sigurt për qytetarët e saj, shkruan në Radio Europa e Lirë.